Kryeministri Edi Rama vizitoi sot Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, ku prezantoi drejtorin e ri i Glitafa dhe dha mesazhe mbështetje për punojësit e institucionit. Në fjalën e tij, Rama u ndal në situatën e ish-drejtoreshës Mirlinda Karçana, e cila aktualisht po përballet me hetime, duke theksuar se ajo ndodhet në një kalvar nga i cili beson se do dalë pastër, por ky proces i takon drejtësisë. Jam i pikulluar për gjithçka ajo po kalon në radhë parë për agresionin barbar të portaleve dhe të rrjeteve të dhunës verbale që e asociojnë me gjërat cilat nuk kanë asnjë lidhje me lindën. Natyrisht që si gjithmonë edhe në këtë rast unë nuk hy në meritën e çështjes në fjalë, nuk kam dieni për detaje që lidhen me aktivitetin e atyre kompanive të përfshira në një hetim, por unë kam dieni për faktin që Linda është një nën e vetme me 2 fëmijë, ka një karrierë nga më të shkëlqyrat në shërbimin publik. I them gjitha këto në respekt të një personi që për faktin se ndodhet sot në një kalvar nga ku unë dua të besoj me gjithë zemër që do të dali e pastër, por në të gjitha rastet nuk më takon mua ta them këtë gjë, i takon drejtësisë, ama kjo nuk do të thotë që ti hidhen poshtë vlerat që ka krijuar dhe ti hidhet poshtë revolucionin që ka udhëhequr së bashku me të gjithë ju këtu. Në një mesazh më të gjerë për sistemin e drejtësisë, Rama theksoi rëndësinë e prezumimit të pafajësisë dhe të transformimit të drejtësisë drejt një sistemi të drejtë, të barabartë dhe funksional. Ai shtoi se pavarësisht kostove dhe sfidave, drejtësia do të dalë në fund. Jetojmë në një fazë të historisë sonë kur po ndodh një tjetër revolucioni i transformimit të sistemit drejtësisë nga një kalpsirë e gjallë në një sistem drejtësie të drejtë, të barabartë dhe funksional. Jemi shumë larg prej kësaj të fundit, por rruga është pa kthim. Në këtë revolucion ne jetojmë një fazë kur nuk është prezumimi pafajësisë ai që udhëheq veprimtarinë e të gjithë atyre që duhet ta transformojnë këtë sistem në një sistem të drejtë dhe demokratik, po është prezumimi fajësisë. Kryeministri njoftoi gjithashtu ndërhyrje ligjore për të rritur pagat e punojësve të Akshit, me qëllim që institucionet të mos i konkurrojnë kompanitë private dhe të mbetet një entitet i qëndrueshëm në shërbim të qytetarëve. Në fund, drejtori i ri i Glitafa dërgoi 2 mesazhe kryesore: mbështetje të plotë për punojësit e Akshit dhe siguri për qytetarët, si dhe shërbimet e institucionit do të forcohen dhe vazhdojnë të jenë besueshme.